Tu kanë shtu belat, tu kanë shtu sprovat, tu kanë shtu smundjet, tu kanë shtu lodhja, tu kanë shtu krejt problemet, tu kanë shtu që ta shti krejt. Dio musliman që kur jenë që gjendje, jenë mes që ty në dyjav, ose është të sprovu Allahu Azza se është ka donë me të ngrit në darajat në shkallë, mirësit e Allahu subhanahu wa ta'ala edhe me t'i falë gjinaat, e para, shpresojmë tjetë kjo, ose e dyta, Allah në rujt, je për atyne që thëtë Allahu Azza nesullahe fenësihum. E kanë harru Allahun Azza, e Allahu i ka harru ata. Je për atyne që korës të ka kujtu Allahu Azza. Tash provohet që është me jetu pa ndihmën e Allahu Azza. Provohet me jetu që është kur Allahu Azza nuk ndihman. Edhe njerë për thamë, shpresoj që këto sprova, këto lodhje, këto telashe, këto smundje, t'janë prej asana që Allahu po sprovon për me të ngrit në shkallë. Mirë po, grupi tjetër është që janë për atyne që e kanë harru Allahun, e Allahu Azza i kalan, nuk ju kanë ndihmu. Me fillu veç me shiu dënimin. E lusëm Allahun Azza me na bo prej muslimanve që shumë e kujtojmë Allahun Azza kur jem në vështërsi edhe kur jem shlirë. Allah na bo prej atyne që përmanëm shpesh emrin Allahut subhanahu wa ta'ala.